Ju kemi ofruar dhe marrëveshje politike. Kuj? Edhe PDK-s edhe LDK-s. Çai bën marrëveshje politike? Ministri veç pak. Jo domosdoshmë, po pozicionet tjera janë futur në diskutim. Gatishmërinë. Apo Adnan, lutna, se çka sa diunë o ka thut për atë parë. Çka farmarrëveshje politike keni ofruar PDK-s edhe LDK-s? Ka pasur gatishmëri në orë të fundit në komunikim për të diskutuar marrëveshje politike edhe për pozicione tjera institucionale. Çfarë janë për pozicione tjera? Jo, Adnan, lutna, po mënoj, me që e hapë vetë. Se ata nuk kanë marrëveshje politike. Vetëm lutna, tregon se çfarë, tash domethënë këtu çka janë opsione tjera, pra çfarë marrëveshje? A i keni ofruar me qenë pjesë e qeverisë? Nëse ju, a i keni thonë merr në presidentin dhe diçka tjetër, pra çka është marrëveshje? Ka pasur gatishmëri se për qeveri ka pasur refuzim për opozitës, edhe nuk ka pasur as nevojë, edhe unë e kuptoj edhe në këtë rezultat. Ka pasur refuzim, bënë një ofertë, ta testoj bënë. Në këtë rezultat, nuk jemi sigurt që ka. Pra, ato që Dorënzame ka kërku LDK-ja, e ka ofru, pra si zgjidhje të saj, marrëveshje konsensuale, ose marrëveshje si që... President konsensuali, po, ose marrëveshje politike. Ose marrëveshje klasike. Po, të kjo marrëveshja klasike, pra që po nënkupton një marrëveshje mes VV-s edhe LDK-s, në opinion është përmendur një mundësi që është, pra kandidatura e Vjosa Osmanit. Dhe në atë rast, pra, ajo çfarë kanë thonë dhe çfarë thonë deputetët e lëvizjes vetëvendosje është që nuk zoti Kurti s'ka mund të llogarisë në votat e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryesisht duke e përmendur emrin tuaj edhe të Abdullah Hotit. Pra, Vjosa Osmani sipas tij do të ishte, pra, sipas njerëzve ti më shumë, do të ishte një prej kandidaturave të mundshme, me që sipas tij nuk ishte asgjë kundër që zonja Osmani të jetë sërish presidente, por për këtë kishte një refuzim brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Leo, më lejoni edhe një herë t'ju qartësoj. E para kjo që tha zoti Rustemi që nuk e besoj që as ja vlen që të diskutohet, sepse ju i keni dëgju, po e them edhe një herë publikisht, edhe zotin Abdigjiku edhe zotin Hamza gjatë gjithë kohës, duke bë thirrje për marrëveshje politike apo jo. Dhe gjithashtu i keni pas që të dy besoj në studio dhe keni marrë përgjigjet e tyre politike. Se çka ka ndodhur në minutat e fundit, se çka ka ndodhur pasi lëvizja vetëvendosje, ka propozuar dy kandidat për president të Republikës e Kosovës, atë nuk e di, sepse ditën e fundit nuk ka pasur takime. Domethënë nëse ka pasur oferta përmes SMS-ve pas propozimit të njanshme të dy kandidatëve nga ana e lëvizjes vetëvendosje, atë nuk e di, mirë po dhe nëse ka pasur të tilla, kjo do është komplet jo serioze. Ndërsa, sa i përket zonjës Osmani dhe kandidimit saj për të mundshëm për herë të dytë, zonja Osmani duhet ta dinë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, siç e dinë edhe ajo vet, jam shumë e sigurt që ajo nuk ka qenë kandidate dhe sot nuk është presidente për shkak se s'ka qenë kandidate e preferuar për zotin Kurti. Në vitin 2021, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka pasur po këtë numër të deputetëve, apo jo? Po, fiks. Dhe lëvizja vetëvendosje sa ka pasur? Ka pasur kaq apo ka pasur me pak? Nëse s'gaboj një deputet me pak. Një më pak. Ka pas, tash i ka 57. A e dini ju që në vitin 2021 zoti Kurti nuk e ka pyetur asnjë deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës nëse janë për ose kundër Vjosa Osmanit? Kemi pasur 3 vota kundër kandidaturës së Vjosa Osmanit. E kanë votuar në vitin 2021. Do më thanë kanë qenë 3 deputet tjerë, Abdullah Hoti, Agim Veliu dhe Driton Selmanaj, të cilët nuk e kanë votu. Dhe zonja Osmani, jo vetëm që ka marrë votat e nevojshme, por ka marrë një vot më tepër nëse nuk gaboj. Zonja Osmani sot nuk është presidente në mandatin e saj të dytë dhe nuk ka qenë kandidate, sepse presidente zonjën Osmani nuk e ka dashur zoti Kurti. Pik, kjo është e vërteta. Do më thanë asnjëherë në asnjë takim prej informatave që kam unë, në informimin që e ka bërë zoti Abdigjiku grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk ka qenë propozim i zotit Kurti zonja Osmani. Nuk ka qenë, nuk është diskutu për emra.
A i kanë pyet dikush juve personalisht? Absolutisht Pra jo. prej LDK-s ose prej kanaleve tjera që a do të kishit vot ose direkt nga zoni Osmani, do të kishit vot për zonin Osmani? Unë besoj që kolegët e mi në Lidhjen Demokratike të Kosovës, por jo vetëm kolegët e mi në Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe opinioni gjerë, e di opinionin tim për Vjosa Osmanin. Që është? Unë nuk kam ndryshu opinion për Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani ka ndryshuar opinion për Albin Kurtin. Vjosa Osmani. Vjosa Osmani nga viti 2019, kur e ka quajt Albin Kurtin Hugo Chavez, me vonë kur Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë duke bashkëqeverisë me të, dhe e ka cilësu dhe ka ardhur në përfundim që zoti Kurti është njeri i rrezikshëm për qeverisë me Kosovën, dhe ka prish koalicionin me ta, ka formu qeverin tjetër, zonja Osmani ka dalë kundër partisë së saj, është bë me zotin Kurti, ka bë listë, është bë një ndarje Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka shku në studio dhe ka thonë unë pas na pas paragjykime kur e kam cilësu atë si Hugo Chavez dhe të tjerë, sepse kam nejt me njerëz të gabum. Sot, në vitin 2026, Vjosa Osmani ka ardhur pikërisht të opinioni dhe të qëndrimi i Lidhjes Demokratike në vitin 2021, se po zoti Kurti është njëri i rrezikshëm për Republikën e Kosovës, e para për shkak tendencave të tij autoritare. Dhe tash po e shohim, i cili po tenton me çdo kusht që ta kapë edhe pozitën e fundit që është pozita e presidentit për të kapë edhe institucionet tjera të pavarura që i përmenda më herët, por edhe për shkak të dameve të tjera që i ka bë 993 ditë leo. Republika e Kosovës ka qenë nën sanksione të BE-s. Republika e Kosovës prej vitit 2023, 28 qershorit të vitit 2023, deri me 17 mars të vitit 2026, ka qenë nën sanksione. Edhe a dini pse? Edhe a dini kur ju hiqen Kosovës sanksionet? Kur zoti Kurti vendosi që ti pranoj dokumentet e strukturave ilegale të lëshuara nga strukturat ilegale të cilat a i thoshte që i ka shuar. A i keni parasysh, do më thonë, unë nuk kam ndryshuar. Unë nuk kam ndryshuar, por atë që i bjen nuk keni ndryshu. Atë që po e them. 2021. Po, atë që po, unë, Leo, në vitin 2021, lidhja përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Abdi Xhiku dhe zoti Lutfi Aziri, janë takuar me Vjosa Osmanin. Dhe i kanë thënë që pa asnjë lloj kërkese, ajo do t'i ketë votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të bërë presidente, dhe ju e dini në atë kohë ajo edhe kur ka qenë listë ka kërku votën që t'jetë presidente dhe pa të marrë një mbështetje të madhe, dhe më thonë faktet janë fakte. Ne kemi votuar, por ka edhe diçka tjetër. Unë kam veshguar rrugtimin e zonjës Osmani gjatë këtyre 6 viteve. Zonja Osmani ka qenë presidente e Kosovës në një televizion të Shqipërisë, vetëm disa ditë më parë, ajo tha që ka qenë aleatja më e mirë e zotit Kurti. A e tha kështu? A e tha kështu? Po edhe ka qenë. A e tha kështu? Ka qenë. Do me thonë, që ka qenë unë e di, po do me thonë, po e kemi po e ka pranu, po do me thonë, me zë dhe me figurë. Po. E tha që i ka caktu datën 28 dhjetor, ashtu si që i ka konvenu. Si favor. E përmendi si favor. Ja ka vizitu komunat, ja ka prit diasporën dhe gjitha këto. A do duhej që një presidente unifikuse të shërbente një partije politike, e cila kishte të gjitha nivelet të tjera të pushtetit. A i kemi pa që lëvizja vetëvendosje ka 16 shkelje kushtetuese gjatë mandatit të saj. 20 tha presidenti. A e dini, do me thonë, se cilin prej ligjeve antikushtetuese e ka pasur shansen që presidentja ta e kthej, para se me e kthy kushtetusja. Nuk e ka kthy asnjëri. Nuk e ka kthy asnjërin. Do me thonë, këto janë gjana të cilat për mu kanë bërë qartë. Mirë po. A mundi më na sharu vetëm diçka? Prap po e them. Prap po e them edhe një herë që është mirë që debati me u bë se çka po bëhet sot me fatin e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe jo me fatin e personave, sepse